Katër ngarkesa me misër blektoral janë bllokuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit pasi analizat laboratorike zbuluan praninë mbi normë të aflatoksinës B1, një substancë e dëmshme për baktin. 3 prej ngarkesave kishin origjinë nga Serbia dhe 1 nga Greqia. Sipas njoftimit paraprak nga AKU, mostrat u morën nga drejtoritë rajonale në Shkodër dhe Vlorë dhe pas konstatimit të kontaminimit, produktet u bllokuan menjëherë, duke u vendosur për asgjësim ose kthim në vendin e origjinës. Në lidhje me bllokimin, AKU ka njoftuar edhe autoritetet ndërkombëtare për kthimin dhe asgjësimin, ndërkohë që u ka bërë thirrje të gjithë importuesve dhe operatorëve të ushqimit të respektojnë standardet e sigurisë ushqimore dhe kontrollin e rreptë të lëndëve të para që vijnë nga jashtë. Më herët Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla, publikoi pamje nga analizat laboratorike në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, duke theksuar se testet kryhen sipas standardeve ndërkombëtare për të garantuar sigurinë e produkteve ushqimore. Kujtojmë se më 14 nëntor, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Elbasan bllokoi një tjetër sasi prej 50 tonësh misër i Fuxho për bakti e ardhur gjithashtu nga Serbia.